Dhe faktikisht skena politike e Kosovës nuk po gjen gatishmëri që bashkëpunon me vendosjen. Dhe kjo është situata ku jemi. Sa më shpejt që fillon vendosja e Kurti, aq më shpejt dhe më mirë është për skenën politike në Kosovë. Mendoj se ai duhet po hapa drejt ndërtimit të mirëbesimit në partitë politike. Sot faktikisht nuk ka një mirëbesim politik mes partive politike në skenën politike të Kosovës. Kjo është përkeqësardhje për të gjitha partitë. Si mund të arrihet ky mirëbesim, si mund të arrihet? Mirëbesimi mundet të arrihet vetëm me veprime konkrete nga zoti Kurti. Kërkim falje për gjuhën e funduese dhe sjelljen degraduese dhe marrja e përgjegjësisë për mënyrën dhe pozicionin ku gjetet vendi, jo me këtë gjuhë kanë prik, po votojnë fshet, që është e kundërt. Edhe supozojmë që zgjedhët këtë gjuhë. Edhe që vjen një zgjedhje me vota të fshehta. Qysh e marr që vjen me vota? Mundet këtë ligjet me kalu me votë. Mundet këtë vendimet me votë të fshehta. Pra është e pamundur, është e paarsyeshme. Nuk ka kurfar logjike institucionale kjo mënyrë se si e kanë të pozitive. Po e përmendin gjuhën ofenduese, megjithatë Dënita Gërvalla në seancën e fundit tha që Albin Kurti nuk e ka pas për gjithë opozitën, por për një person. Kush është ai person? Nuk e di, unë kam pa janë dy momente politike që të opozitës i kanë deklaruar që ka qenë dyfishimi i pensioneve dhe rritja e pagave brenda 3 muajsh. Njërin e ka bëu kryetari i LDK-s, tjetrin e ka bëu kandidati i LDK-s për kryeminist, zoti Kurti, ka thonë premtuan se do të dyfishojnë pensionet brenda 3 muajve parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanoti. Premtuan që do të rrisin paga 3 muaj të parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanoti. Pra kjo është në ligjëratën e drejtë, ka thonë zoti Kurti. Dhe mendoj se kjo nuk është vetëm kjo, se në fundit ka qenë një moment entuziast, edhe le të kalohet, le të harrojmë. Duhet jemi të përgjegjshëm, duhet jemi llogaritans dhe përgjegjshëm ndaj shtetërorëve të Kosovës. Për mendimin tim nuk është ky problemi. Problemi është se nuk e sheh, askush nuk e sheh mundshëm bashkëpunimin me zotin Kurti. Ajo që zoti Kurti ka prezantuar në 5 vite të fundit është problematik. Mënyra se si ka shkarku ministrin e LDK-s, mënyra se si është sjell 5 vite, 4 vite në pushtet, janë problematike. Por unë prapë mendoj se ka mundësi, duhet të i kaluam këto. Kushdo që tjetë kryeministri nëse ka me ullë me fuqishje, dhe nuk pranon me ullë me Albin Kurtin ose me Lumia Kuzikin ose me Mlegasniqin, me Mosharadin, me të tjetër. Është e papranueshme, është e paarsyeshme. Duhet të ulen, të bisedojnë dhe të merren vesh, qoftë edhe për shkullëzim. Sepse duhet në fundi duhet ulen të merren vesh edhe për këtë punë. Nuk ka duhet të shkojë. Patjetër, gjitha partitë duhet ta mendojnë objektivisht dhe të jenë më konstruktiv. Por prapë topi është në dorën e zotit Kurti, sepse ai ka 48 deputet. Ai ka shumicën, ai ka përgjegjësinë e konstituimit të institucioneve, ai ka përgjegjësinë e formimin të qeverisë. Dhe lëvizjet e tij nuk janë lëvizje drejt i qëllimit përbashkët të institucioneve të popullit të Kosovës.